Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse flini në bark, dëgjojeni urgjent. Çdo njeri ka pozicionin e vet të preferuar të fjetjes dhe në kundërshtim me disa besime popullore, nuk ka asnjë mënyrë perfekte për të fjetur. Megjithatë, ka pozicione të mira dhe të këqija që ndikojnë në cilësinë e gjumit dhe veçanërisht në shëndetin tuaj. Por sa e keqe është në të vërtetë të flesh përmbys në bark. Sipas Brightside, do ju japim disa përgjigje dhe do të mësoni se çfarë mund të bëni për këtë. Fjetja me bark ose përmbys mund të shkaktojë dhimbje të qafës. Sipas specialistëve të gjumit, ky është padyshim pozicioni më i keq i gjumit sepse shkakton disa dhimbje mjaft të këqija, veçanërisht edhe në zonën tuaj të qafës. Shpesh kur njerëzit flenë në bark, qafa e tyre ngrihet shumë e lartë, plus qafa është e përdredhur me një rënan gjatë gjithë mbrëmjes. Si rezultat, shumë njerëz përjetojnë dhimbje qafe në mëngjes. Mund të tendosni pjesën e poshtme të shpinës. Dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës është një tjetër shqetësim i zakonshëm te personat që flenë në këtë pozicion. Ky pozicion ushtron presion te nyjet e shpinës dhe në pjesën e poshtme të saj. Ndonjëherë nuk është e mundur të mbash shtyllën kurrizore si duhet. Gjumi i vazhdueshëm në stomak mund të çojë në pareati ose dhimbje në periudha të afatgjata. Jo mund të bëni lëvizje më tepër. Ato që flenën me stomak janë shpesh ato që lëvizin më shumë gjatë natës, citojnë ekspertët. Fjetja në fytyrën poshtë ngjeshtë nyjet e qafës dhe të shpinës dhe shkakton edhe mbirje të krave. Për shkak të këtyre shqetësimeve, këta persona priren të lëvizin ose të dridhen më shpesh gjatë natës dhe shkaktojnë edhe probleme me gjumin, dhe mungesa e gjumit cilësor lidhet me të gjitha llojet efekteve negative shëndetësore, si mbipesha dhe presioni i lartë i gjakut. Mund të përkeçojë refluksin e acidit. Kur qëndroni në këmbë ose uleni drejt, graviteti ndikon në parandalimin e rritjes së acideve të stomakut, që kalon më pas në fyt. Kur shtriheni, graviteti juaj nuk ju ndihmon më. Kjo bën që acidi të ngrihet më lehtë dhe të prishë gjumin tuaj. Por sa e keqe është fjetja në këtë pozicion? Edhe pse nuk ka asnjë pozicion të përsosur, fjetja me stomak është padyshim më e keqja për arsyet e sipërpërmendura, ndërsa pozicioni më i mirë i fjetjes cilësohet ai me shpinë. Por si të korrigjoni pozicionin tuaj të gjumit? Flini me një astëk shumë të hollë nën kokë ose hiqeni atë fare. Kjo e bën që koka juaj mund të jetë në një linjë me shtyllën kurrizore, duke lehtësuar një pjesë të presionit të qafës dhe të shpinës. Vendosja e një astëku të vogël në legen është një tjetër këshillë që mund të shtohet nga rehatia. Kjo mund të ndikojë në korrigjimin e pjesës së poshtme të shpinës së akuar, e cila mund të jetë gjithashtu edhe një pozicion i vështirë i gjumit. Maksimalisht duhet të minimizoni problemet e gjumit duke zgjedhur gjithashtu edhe një pozicion të duhur që ndihmon në aktivitetet tuaja të përgjithshme. Kjo është e nevojshme sepse marrja e pushimit të duhur është jetësore për trupin tonë. Të fjeturit mirë ka përfitime jo vetëm në rigjallërimin e trupit, por ndikon edhe në gjendjen tonë shpirtërore, emocionale dhe psikologjike. E dime që koha është e çmuar, kështu që është shumë e rëndësishme që koha të kalojë duke fjetur dhe duke bërë pozicionet më të mira. Sipas Brightside, do ju sjellim një analizë të thellë të pozicioneve të ndryshme të gjumit, e cila është në dorën tuaj të zgjidhni atë më të përshtatshmin sipas nevojës suaj. Pozicioni i ushtarit. Të fjeturit në shpinë me duart tuaja në anë është konsideruar si pozicioni më i mirë i gjumit. Ky pozicion është pak a shumë i ngjashëm me atë të jogas. Të fjeturit në këtë mënyrë ka mënyra të përfitimeve shëndetësore. Është pozicioni i përkryer për të pushuar shpinën, qafën dhe krahat. Heq pagjumsinë, ndihmon në ruajtjen e formës së gjoksit, redukton shanset e dhimbjeve të kokës dhe parandalon rrullat e fytyrës. Por siç ka pozicioni të mirat e tij, ka edhe të këqijat. Probabiliteti që është më i madh është të gërrisni më shumë. Ndikon negativisht te një fetus dhe mund të shkaktojë dhimbje mesi. Zgjidhja. Provoni të flini në shpinë pa një jastëk në mënyrë që trupi juaj të jetë në pozicione neutrale dhe ndihmon në uljen e gërritjes. Duke përdorur një jastëk të madh në gjunjë, do të ndihmoni në mbështetjen e undës dhe të krave në mënyrë më të mirë.
Pozicioni i yllit. Ky pozicion është i ngjashëm me pozicionin e ushtarit dhe ka pothuajse të njëjtat karakteristika sa i përket të mirave, e ndërsa e keqja e fjeturit në këtë mënyrë është presioni që ushtroi në krahët e hapur të nervat e shpatullës dhe mund të shkaktojë dhimbje. Zgjidhja. Shmangni përdorimin e një jastëku duke fjetur në këtë pozicion për të lejuar kokën, qafën dhe shpinën tuaj të pushojnë në një pozicion natyror. Pozicioni i trungut. Nëse zgjidhni këtë pozicion, ju këshillohet që të flini në anën e majtë në mënyrë që organet jetësore të pushojnë më mirë. Të mirat e këtij pozicioni janë në këto. Pozicioni ideal i gjumit për shtyllën kurrizore, parandalon dhimbjet e mesit dhe të qafës, është pozicioni më i mirë i gjumit për grashtatzana. Por gjithashtu, siç ka të mirat, ka edhe të këqijat e tij. Meqense këmbët tuaja janë të vendosura njëra mbi tjetrën, qëndrimi për një kohë të gjatë në këtë mënyrë shkakton dhimbje mesi. Fjetja nga njëra anë mund të çojë në plakjen e lëkurës o rrollat e fytyrës. Në disa raste mund të shkaktojë edhe dhimbje të qafës. Zgjidhja. Meqense ky pozicion mund të shkaktojë dhimbje qafe për shkak të mbështetjes jo të dur, rekomandohet përdorimi një jastëku të madh, vendosja një jastëk në mes të kofshës në mënyrë që këmba e sipërme të mos peshojë në këmbën e poshtme. Pozicioni i Arner. Të fjeturit nga njëra anë me këmbët e mbledhura me duart e përkulura poshtë të kokës, njihet si pozicioni i Arner. Këshillohet që të shtriheni në anën e majtë në mënyrë që organet jetësore gjithashtu të pushojnë më mirë. Të mirat. Parandalon dhimbjet e qafës dhe të shpinës, lehtëson urthin, lejon trupin të pastrojë mbetjet nga truri në mënyrë më efikase dhe zvoglon rrezikun e zhvillimit të çrregullimeve të Alzheimerit dhe Parkinsonit. Ulëntimet tregojnë se njerëzit që flenen në këtë pozicion kanë më pak gjasa që të zgjohen gjithashtu në mes të natës. Kjo për shkak të përfitimeve të larmishme që marr organizmi juaj nga një pozicion vërtet i mirë i shëndetit. Pozicioni juaj i gjumit duhet të varet gjithashtu edhe nga problemet tuaja shëndetësore që janë kanosur trupit dhe organizmit tuaj, si një mundësi për të evituar edhe keq funksionet. Kufizon gjithashtu edhe rrjedhjen e undëve të gjakut dhe vendos presion mbi nervat, të cilat mund të çojnë në dhimbje të shpatës dhe të krahëve. Kompresimi nervor mund të vendosë në tendosje organet e brendshme si stomaku, mëlçia, mushkëritë dhe të shkaktojë prishje të formës së gjoksit, plagje së parakohshme të lëkurës. Zgjidhja. Flini në një jastëk saten për të zvogëluar shanset e rrullave të fytyrës. Vendosni një jastëk në mes të gjunjëve për të mbështetur edhe këmbët tuaja të sipërme. Pozicioni i fetusit. Ky është pozicioni i preferuar për shumicën e vajzave. Mbi 41% të gjitha anketuarve preferonin këtë pozicion për të fjetur. Këshillohet që të shtrihen në anën e majtë në mënyrë që organit jetësore të pushojnë më mirë. Të mirat. Redukton ngërritjen në mënyrë të konsiderueshme në një pozicion të preferuar për grashtatzana. Të këqijat. Shkakton dhimbje qafe dhe mesi dhe shkakton rrulla në fytyrë. Zgjidhja. Përdorni një jastëk të fortë për të mbështetur kokën tuaj. Pozicioni i rënja e lirë. Ky është pozicioni që asnjë nga ekspertët nuk e rekomandojnë. Të mira, probabiliteti për të gëritur është më i vogël. Të këqijat. Vendosni një tendosje në shpinë dhe shkakton dhimbje të qafës dhe të mesit. Krijon formimin e rrullave, ushtron presion në organet jetësore. Zgjidhja. Provoni të merrni një pozicion i cili nga ana tjetër mund të jetë totalisht më i mirë dhe gjithashtu të evitojë edhe problemet që mund t'i kanosin shëndetit tuaj të përgjithshëm. Secili prej nesh ka pozicionet e veta të preferuara për të fjetur gjumë, ama duhet të dini se jo të gjithë janë të njëjta dhe sigurojnë të njëjtin pushim. Pozicioni në bark. Pra, përmbys, sipas shkencëtarëve, është më i dëmshëm për trupin, sepse sforcon shpinën dhe qafën. Kjo është një arsye pse mund të ndjeheni më pak të relaksuar në mëngjes pasi keni fjetur në këtë pozicion. Gjumi me barkun poshtë bën që pesha e trupit tonë të rëndojë shtyllën kurrizore, e cila merr një hark, duke shkaktuar edhe dhimbje. Dhe shtylla kurrizore vepron si një enë përcjellëse për nervat dhe stresin që ushtrojnë në shtyllën kurrizore realisht kthehen edhe në probleme nervore. Kjo është një arsye pse mund të zgjoheni me ndjesi shpimi në gjymtyr, madje edhe në pozicione të ngurtësimit të shpinës suaj. Zgjidhni pozicionin tuaj në mënyrë që të keni edhe lehtësimet më të mira. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendosojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.